të ndalë? Me 82.000 lekë. Përshëndetje, sot kam një sfidë, do të vini me mua në të përdorura sepse do të gjej veshje me 100 lekë. Do shohim sa do ja dal për stilin e pranverës normalisht. Sfida sot më është të gjej se çfarë do të blej me 100 lekë. Unë nuk doja të tregoj se çfarë do të blej, por thjesht do ju tregoj në qoftë se unë ja arrit që t'ja dal dhe të gjej veshje me 100 lekë në të përdorura. Po shoh që pas kanë nxjerr vetëm këmisha, do pyes pak se sa kushtojnë dhe ajo janë pjesë e sfidës sepse sot kemi sfidën vetëm me 100 lekë. Zonja nuk deshi të pronësohej dhe çmimet nuk përputheshin me sfidën e sotme, kështu që kaluam në një vend tjetër për të parë veshje të bukura dhe për të parë në qoftë se çmimet janë me 100 lekë dhe pjesë e sfidës së sotme. Di 1-2 vende të cilat janë me 100 lekë, do shohim që se i ka ndru çmimet, duken se ka ndru edhe sezoni, sepse ne dim që gjithmonë kur ndron sezoni, veshjet janë me çmime më të larta, ndërsa kur mbyllet sezoni, normalisht bin çmimet. Është pak vështirë që gjithmonë të gjejsh gjëra që janë pak më lirë, sepse normalisht edhe këtu çmimet janë të ndryshme, por shkova tek një zonë që ka çmime shumë të lira. Në këtë video shumë spontane, unë mendova që t'i bëj një intervistë të vogël për ju. Sa i ke çmimet këto? Për copi 1000 lekë. Ashe, ma lirë se në tonë tregun i ke. Del pensioni mu, ku të ndalë? Me 82.000 lekë. 82.000 lekë e kam pensionin, ta që arrit, ka shkujt e 100.000 lekë shi. Ka mosh. Sa vite ke që këtu? Tu kam qysh 19-ën. 19-ën, pas ke shumë vite. Unë ne vime dhejmë shpesh këto. Po e di për më. Faleminderit pra, faleminderit, mirëpafshim. Mirëpafshim. Unë bleva disa gjëra shumë interesante, do të kemi një haul edhe në Instagram. Dua ta mbyll këtë video dhe t'ju falenderoj që keni qëndruar me mua deri në fund të videos. Më pëlqen shumë që të blej në të përdorura, sepse fillimisht ruaj planetin ku një jetoj, por ka edhe veshje shumë të bukura dhe gjëra shumë stil. Pafshim!